Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Presidentja Vjosa Osmani në një intervistë për BBC-n ka deklaruar se janë një numër arsyesh pse Kosova ka vendosur të jetë pjesë e bordit të paqes të kryesuar nga presidenti amerikan Donald Trump. Një ndërto, sipas presidentes, ishte ndihma e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe mobilizimi i tyre për arritjen e paqes në Kosovë, duke shtuar se rezoluta OKB-s ishte vetëm një copë letre, por jo veprime. The President of the Republic of Kosovo. Në kontekstin e përvojës historike dhe rolin e bashkëpunimit ndërkombëtar, presidentja Vjosa Osmani gjatë një interviste për prestigjozën britanike BBC ka nënvizuar se Kosova e di se si arrihet paqja. Ky deklarim vjen pasi Osmani zuri vend në mesin e liderëve botror pjesë e bordit të paqes të presidentit të SBA-s Donald Trump, duke nënvizuar se Kosova ka shumë arsye pse është bërë pjesë e këtij mekanizmi. E para shtetit ka kujtuar se 26 vjet më parë Kosova ishte shkatruar nga lufta dhe se ndaj popullit të saj po kryhej gjenocid, ndërsa ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara me mbështetjen e Mbretërisë së Bashkuar dhe vendeve të tjera demokratike shpëtoi jetë dhe i hapi rrugë paqes, lirisë dhe pavarësisë së vendit. Në kuadër të kësaj interviste në BBC, Osmani tha se ka shumë arsye pse Kosova është bërë pjesë e bordit të paqes, duke kthyer 26 vjet mbrapa dhe kujtuar gjithçfarë Serbia kishte bërë në kohë. Osmani tha se sot ne jemi sovran, jemi demokratik, jemi të pavarur dhe më rëndësishmja. Fëmijët tanë janë brezi i parë në historinë e kombit tonë që nuk e kanë njohur luftën dhe që po e shijojnë paqen. Ajo thekson se paqja arrihet vetëm përmes veprimit, duke kujtuar se si fëmijë lufte e rritur nën granata. Ajo dhe brezi saj jetonin çdo ditë në rrezik, ndërsa rezolutat e OKB-s mbeteshin vetëm fjalë pa veprim, deri në momentin kur SBA-ja ndërhyri dhe mobilizoi botën për të na ardhur në ndihmë, duke shtuar se arsyeja e parë është ky dallim mes krijimit të paqes dhe ruajtjes së paqes. We need a powerful international organization that is involved in peacemaking, in achieving peace. Ne kemi nevojë për një organizatë të fuqishme ndërkombëtare që merret me krijimin e paqes dhe arritjen e saj. Pastaj, natyrisht OKB-ja do të përfshihej në ruajtjen e paqes, gjë që është ajo që bën më së miri dhe që e ka bërë me mbështetjen e shumë shteteve, këtu në Kosovë për më shumë se 10 vjet, ka thënë Osmani. Presidentja e Republikës Vjosa Osmani është njëra nga 19 nënshkruesit e bordit të paqes, një mekanizëm ndërkombëtar i themeluar me iniciativë të presidentit amerikan Donald Trump, me synim në rindërtimin dhe stabilizimin e Gazës pas luftës 2 vjeçare në këtë vend. Ndrojmë tani temë, gjykata themelore në Prizren nuk ka caktuar nga një muaj para burgim 23 të pandehurve për manipulim votash të kandidatëve për deputet. Sipas gjykatës, në fazat e mëtejme të procedurës penale do të vlerësohet nëse këto fakte do të argumentohen. Gjykata themelore në Prizren, Departamenti i Krimeve të Rënda ka vendosur masën nga një muaj para burgim për 23 të dyshuarit në rastin e manipulimit me vota gjatë zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të dhjetorit. Pas zhvillimit të 4 seancave ndaras, Prokuroria Themelore në Prizren ka kërkuar nga gjykata masën e paraburgimit, duke nënvizuar dyshime për një sër veprash penale, përfshirë veprën penale kundër të drejtës së votimit, kanosjen, marrjen e rishfetit dhe dhënien e rishfetit. Përmes një njoftimi, gjykata nënvizon se kohëzgjatja prej një muaji para burgim për 21 të pandehur mund të zgjas deri në 23 shkurt të këtij viti, për shkak të dyshimit të bazuar se secili veç ka kryer veprën penale falsifikimi rezultateve të votimit nga neni 216, paragrafi 2 lidhur me nenin 31 të kodit penal. Vihet në pasën ndaj një të pandehure me iniciale A.V. Masa para burgimit prej një muaji është dëvën në ndyshimin e kryerjes së veprave, falsifikime rezultateve të votimit dhe marrje e rishfetit, ndërkohë në cilësinë e bashkëbuesit i pandehuri me iniciale G.P. dyshohet për dhënien e rishfetit dhe kanosje. Argumentimi këtyre fakteve do të vlerësohet në fazat e mëtejme të procedurës penale, thuhet në njoftimin e gjykatës themelore në Prizren. Vendimi për shqiptimin e masës një muaj para burgim është rrjedhoja e aksionit të gjerë të prokurorisë dhe policisë, operacion ky që çoi në pranga mbi 100 persona në ndyshimin për manipulim të procesit zgjedhor të dhjetorit. Komisionerët në qendrën ku
proporcionale të numërimit në Prizren i devijuan rreth 70.000 vota të kandidatëve për deputet. Gjatë numërimit të rezultateve, i shtuan mbi 40.000 vota për disa kandidat e i hoqën mbi 27.000 vota nga disa të tjerë, sipas prokurorisë së Prizrenit. Kjo u bë në koordinim mes komisionerëve të partive më të mëdha politike. Në qendrën e numërimit dhe rezultateve është duke vazhduar rinumërimi i fletvotimeve për votat e kandidatëve për deputet. Deri më tani janë rinumëruar mbi 60% e vendvotimeve, ndërsa procesi i rinumërimit është përmbyllur në 23 komuna, ka njoftuar kështu zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi. Komisioni qendror i zgjedhjeve ka paralajmëruar për javën e ardhshme përmbylljen e këtij procesi. Avdullah Hoti ka njoftuar se do të kandidojë për kryetar të Lidhjes Demokratike të Kosovës në kuvendin e partisë që do të mbahet më 31 janar. Hoti ka theksuar se synon ringritjen politike dhe organizative të LDK-s përmes një procesi gjithëpërfshirës, transparent dhe të bazuar në merit, duke kthyer partinë në alternativën kryesore qeverisëse në Kosovë. Ai është zotuar se në këtë moment vendimtar për LDK-n dhe për Kosovën, me përgjegjësi të plotë do të marrë barrën e ringritjes politike dhe organizative të partisë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reaguar pas protestës së mbrëmshme në Tiranë duke dënuar aktet e dhunës dhe shkatërimin e pronës publike. Ai përmes një postimi në X gjithashtu ka shprehur solidaritet me punonjësit e policisë që u lënduan gjatë përplasjeve. 11 policë dhe disa protestues janë lënduar përderisa janë arrestuar 23 protestues pas përleshjeve mes protestuesve dhe policisë në protestën e Partisë Demokratike kundër qeverisë Rama. Policia ndërhyri pasi protestuesit hodhën molotov dhe flakadan drejt kryeministrisë. Shohim tani zhvillimet kryesore nga bota. Agjentët federal të imigracionit në SBA kanë vrarë një tjetër shtetas amerikan në qytetin Minneapolis, gjë që ka shkaktuar protesta dhe zemërim. Zyrtarët thonë se agjentët amerikanë të emigracionit qëlluan dhe vranë një shtetas amerikan në Minneapolis të shtunën, duke shkaktuar protesta dhe dënime të ashpra nga udhëheqësit lokal në incidentin e dytë të tillë këtë muaj në shtetin e Minnesotës. Departamenti i Sigurisë Kombëtare e karakterizoi incidentin si një sulm, duke thënë se agjenti i patrullës kufitare qëlloi në vetmbrojtje pasi një burr ju afrua me një pistolet dhe i rezistoi dhunshëm përpjekjeve për ta qarmatosur. Por videot e kalimtarëve nga vendi i ngjarjes të verifikuar dhe të shqyrtuara nga agjencia e lajmeve Reuters treguan burrin të identifikuar si 37 vjeçari Alex Preti, duke mbajtur një telefon në dorë, jo një armë, ndërsa përpiqet të ndihmojë protestuesit e tjerë që janë shtyrë nga agjentët. Aty ai shihet duke filmuar, ndërsa një agjent federal shtyn një grua dhe rrëzon një tjetër për tokë. Preti lëviz mes agjentit dhe grave, pastaj ngrih krahun e majt për të mbrojtur, ndërsa agjenti e qëllon me sprej. Disa agent më pas e kapin Pretin dhe detyrojnë të bjerë në duar dhe në gjunjë, ndërsa agjentët e kapin atë dikush bërtet në atë që tingëllon si një paralajmërim për praninë e një arme. Pamjet më pas duket se tregojnë një nga agjentët duke i hequr një armë Pretit dhe duke u larguar nga grupi me të. Pak qaste më vonë, një oficer me një pistolet të drejtuar nga shpina e Pretit qëllon 4 herë drejtime radhë, tregojnë pamjet filmike. Disa të shtënat të tjera dëgjohen më pas, ndërsa një agent tjetër duket se qëllon drejt Pretit. Vrasja e Pretit, një infermier i kujdesit intensiv tërhoqi qindra protestues në lagje për të përballur me agentët armatosur dhe të maskuar, të cilët përdorën gaz lëcjelës. Demonstrata shpërthyen gjithashtu në New York, Washington DC dhe San Francisco, ndër shumë qytete të tjera. Kjo gjithashtu rriti tensionet me zyrtarëve shtetëror dhe federal, tashmë në kundërshtim me administratën Trump për shkak të vrasjes së një shtetaseje tjetër, Irene Good, më 7 janar. Ruse nga ajri në Kiev të Ukrainës kanë lënë mijëra qytetar pa ngrohje, thot kështu kryebashkiaku i kryeqytetit. Rreth 1700 pallate në kryeqytetin ukrainas Kiev janë ende pa ngrohje pas një sulmi rus me raketa dhe dron në fillim të kësaj jave, ka thënë të dielën kryebashkiaku i Kievit Vitali Klitschko.
që nga mbrëmja e djeshme punonjësit e shërbimeve dhe kompanitë e energjisë kanë rikthyer furnizimin me ngroje në më shumë se 1600 ndërtesa. Ata po vazhdojnë të punojnë për të rikthyer shërbimet në shtëpitë e banorëve të Kievit, ka thënë Klitschko në Telegram. Moska ka intensifikuar ndjeshëm bombardimet e sistemit energjetik të Ukrainës që kur pushtoi fqinjen e saj në vitin 2022. Rusia nisi një sulm të gjerë ndaj sistemit energjetik të Ukrainës të shtunën, duke tronditur Kievin me shpërthime gjatë natës, duke lënë 1.2 milion prona pa energji elektrike në të gjithë vendin në kohën e temperaturave nën 0 gradë Celsius. Objektivat kryesore të Rusisë tani për tani janë sektori i energjisë, infrastruktura kritike dhe ndërtesat e banimit, ka thënë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Vetëm këtë javë ai tha se Rusia kishte lëshuar më shumë se 1700 dron, 1380 bomba të drejtuara dhe 69 raketa në Ukrainë. Çdo sulm masiv nga Rusia mund të ketë një ndikim shkatërrues, ka thënë Zelensky, i cili të dielën po viziton Lituaninë. Sulmi në shkallë të gjerë në kryeqytetin ukrainas ndodhi pikërisht kur negociatorët ukrainas, rus dhe amerikan po diskutonin mundësitë në Abu Dhabi për t'i dhënë fund luftës. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajmesh, të nderuar teleshikues, do të takohemi bashkë në edicionin qendror në 19:30. Mirupafshim.